pastaj në këtë organizim cëllim për fat keq unë s'ka marrë pjesë, s'jam delegat, megjithatë është një farë thelbi i demokracisë si duhet të ishte në secilën parti politike. Tash normal që kundërshtarët politik mundohen me kritiku edhe me gjetë mënyra si me sulmu LDK-n. LDK-ja prit që është hap, prit që është nisë sulmuat për i gjithve. është partia kështu largë më e sulmume në Kosovë, edhe kur ka qenë më e madhja dhe... LDK është partia më e sulmume në Kosovë. Gjithmonë, ka qenë gjithmonë më e sulmumja dhe mendoj që kjo e bën LDK-n parti demokratike dhe parti institucionale dhe shtetërmuese. Pse e sulmojnë LDK-n, pra? Po dëgjoj, mas letja me sulmu LDK-n, sepse LDK-ja nuk shantazhon, nuk linçon, nuk kërcënon dikën, nuk shkon me dëmtu në biznes, nuk shkon me largu pi punës për shkak të kërcënimeve të ndryshme. Domethënë normal njerëzit gjithmonë e kanë pa një farë lirie, që mendoj që është e mirë, por sulme duhet të jenë pak edhe të bazume. Domethënë LDK-ja ishte partia më e pa, them ashtu, më spaku faj për mos formim qeverisë për gati se një vjet, edhe u sulmu gjithkohën. Ishte 18% edhe prej neve kërkonin me i shty proceset për para. Ndërsa partia me 22% rrinte edhe priste edhe i përsërit atë propozimin e njëjtë për krye parlamentar, me qëllime të ulta e zhagiti komplet procesin, pa në fond për shkak sulmeve. Këto sulme shkaktuan në rënje pastaj? Unë mendoj që shkaktuan rënje, sepse, si me thonë, populli Irak Grac keni rënë të madhe që LDK-ja nuk po don me hy në qeveri dhe LDK-ja nuk po don me kriju institucione. Me thonë, kur partisë së tretë, ja lem fajin për mos formim të institucioneve, për dërisa në një tjetër kini parti me 22%, një parti me 21 ose 23 si PDK-ja, kjo është komplet e ullët si ide, edhe është e pa bazume. Nëse LDK-ja është partia më e sulmume, a ka, po e them kushtimisht Iron Dome, a ka sistem të mbrojtjes ose të kundër sulmit për me i ba balë këtyre sulmeve dhe për me fitu me argumentet veta? Po, qëre, duhet me ndrupa këtë Iron Dome, LDK-ja duhet me qenë pak ma proaktive, për mu është pak let me e thonë, tash këtë që po e them, sepse jam i ri edhe ndështa nuk po e përulli në strategjit kalume, së dhe nësë kom qenë pjesë, por unë mendoj që duhet me qenë ma proaktiv, ma të zëshëm,